E ndoqëm edhe materialin nga Benjeri, e tash është koha për disa pyetje të djegsta, të cilat ose përgjigjeni, ose hani specin e djegst. Është gjithja të kjo. Qashtë djegsta e në shto pyetje dhe fafarona, dhe mund në kam pru edhe kësi gjerash që kina me kojt të djegst. Letrat e kuzhinës nga bora. Këto s'ka lidhë, inshallah pyetjet që janë. Jo këtë një hongre, jo. Jo për sofa. Gjithmonë i përdorim këto letrat higjienike nga bora. Po se I nuk kemi i bje gjithmonë puna, pranë. bje puna. Po, prandaj. Fafarën. Pyetje djegst. Me cilin po doni me fillu? Po, unë po vi që aty në, afër jush. Ku po shkon me? Shtyju pak. Po s'kallëzoj më në edhe Shtyju, këtu. Po do më na marrë me të mirë, diçka manipulu. Mu po afru nga, po sa ashtu. Me cilin po fillojmë? Që pe ho? Bese. Me Besina? Po kështu. Meran. Kështu kam punë. Trego sa je paguar për qëndrimin tënd në Big Brother. Që në ta maj? Mos po i dën dy? Mos ma përzi se po m'bjen qa i njëti. Nësë ka jona shpenzime, merre. Shpejt u dorëzove, bre. Mere palomën. Pa koment, heq. Parë solit. Edhe një e kom për ty. Shkje djeksta? Heq. Dhe që me mjetë pa mirë shumë djeksta kam. Edhe një tjetër e po kom mund tash. të rrinë. Prete. Prete, apenin. A më dashtë më përgjigj bes. Jo besë s'ka përgjë. Je do sa me kërku favorën. Pas ka diçka të vërtet këto. Po, Ko. gjysa... Me rëndësi ku ka pagu. Po, po. Qaja me rëndësi, po sa s'u na tregon e hëngër fafaronin. A është të vërtet që e largu për 3 orë nga Big Brother dhe të rego arsyen pse? Po, kum pas intervenim ndam. Jo, është të vërtet, dhe s'ka në më mshet. Kur ki diçka intervenim del, por nuk bën me nejtë ma shumë se 24 orë, për ndryshë prej ashtosh. Ke kalzu? Ha? A e kanë ditë banë tjerë? Po e kam pas që si jam aty, s'ki kum shep. Po, a e kanë ditë ku ke shku, a ke guxu me tregu arsyen? Zakonisht edhe nuk e kena nguc njëri tjetrin, se shkam për një arsye gjithmonë shëndetësore. Nuk e dal për tjetër arsye. Tash kalojmë te Brike. Brike? Te që je dal 2 ditë. Unë që më dalë 3 muj. Me cilin prej ftyrave publike ke qenë më shumë se shok? Ftyrave. Një besë e në të këqenë të thamë. Me asnja. Tash me zërë që i këni se nështë një pëlqy, a i gjoli. Ose në ashtë të mundit edhe mos me mranë men, nëse Ma mirë mësja për me namin stash, mos më të kujtuhem ja për me namin. Nuk kom kujtohet diçka këto. Jo, s'është se kom pas diçka në erë me dikon prej ftyra publike. A jenë lidhje? A pyetja dy çka? Jo, nuk jam lidhje. A je sigurt? Shumë 100% s'po na tregon Jo, diçka. unë e di sigur. Po m'doket që s'po na tregon diçka. Jo, Jo, dhe mund të vërtet, sot nuk jam. mu më kalzan. Gjithë s'kam E kom kalzan. një dhuratë, unë se kom dëgju që Brikit i pëlqen një produkt shumë. Qo mo? Më të zuj, pa to. Patosi më i ri, i djegst, me lajm, kom dëgju që të pëlqen shumë edhe i hanë shumë. Faleminderit shumë. Një dhuratë. Super dhuratë. Qele tash, mësë bërë dhe fjallë. A me qela jo? Jo, rruje për vete. Faleminderit shumë. Për Besin mundemi me pas diçka tjetër, mu i me adhuru një pje energjike Black Brewing, me pas energji, kështu që... Besi është i për aktiv, besi veç edhe qëta edhe... Jo në qele në vend, shto. Nuk të e shtojt. Ja, përse për qëta, jo pas ki qitë se gjera peceta, higjenike. Po. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Plus Minus, ishte vërtet kënaqësi, dhe po shpresoj që e kemi përcjell këtë energji të mirë që e patëm këto edhe tek shikuesit tonë. Faleminderit për ftesën, ishte Faleminderit edhe juve. Shumë suksese. Edhe kemi